Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Situata e sigurisë në Kosovë është aktualisht e qetë, por ende e brishtë dhe e ndjeshme ndaj rritjes së shpejtë të tensioneve. Në këtë mënyrë komentoi komandanti i KFOR-it General Oskan Ulutash situatën e sigurisë në Kosovë në intervistë televizive. Dekadat e paqes së fituar me vështirësi nuk duhet të rrezikohen, apelon Ulutash, duke shtuar se prania e KFOR-it krijon hapësirë për dialog politik dhe nga të dyja palët pritet pjesëmarrje me mirëbesim, zbatimi i marrëveshjeve ekzistuese dhe gatishmëri për kompromis. Generali Oskan Ulutash nënvizoi se stabiliteti i qëndrueshëm i rajonit nuk mund të arrihet me mjete ushtarake, por përmes rrugëve politike. Deklarata e ministres për Europën dhe punët e jashtme të Shqipërisë Elisa Spiropali gjatë vizitës së saj zyrtare në Maqedoninë e Veriut, ku i barazon minoritetet si shqiptarët në Maqedoni ashtu dhe maqedonasit në Shqipëri, ngjalli debate mes qarqeve politike dhe akademike në Shkup. Marrëdhënia mes dy vendeve tona qëndron edhe mbi këto shtylla të forta të respektimit të minoritetit shtetformues në Maqedoninë e Veriut dhe minoritetit maqedonës në Shqipëri. Ky formulim u interpretua nga një pjesë e opinionit si devijim nga realiteti juridik dhe politik, sipas të cilit shqiptarët në Maqedoninë e Veriut konsiderohen popullsi shtetformuese dhe faktor kushtetues në përputhje me marrëveshjen kornistaorit. Në reagim ndaj kësaj deklarate, gazetare dhe avokatja Diana Toska kërkoi publikisht një sqarim zyrtar nga institucionet e shtetit shqiptar. Ai theksoi se shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk janë minoritet, por përbëjnë mbi 30% të popullsisë dhe kanë rol themelor në shtetëndërtimin dhe qeverisjen e vendit. Ministria për Europën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali mbylli vizitën në Republikën e Maqedonisë së Veriut me një ceremoni pranë monumentit të heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Shkupin e Vjetër. Në të ishte i pranishëm si zëvendës kryeministri Arben Fetaj dhe kryetari i ÇAI-rit Izet Mexhiti. Pas nderimeve ceremoniale, Spiropali shkruan se në zemër të Shkupit të Vjetër, guri flet me histori dhe koha merr frymë krenarie. Ndaluan për të nderuar simbolin e qendresës, të dinjitetit dhe të shpirtit evropian, duke vendosur kurorën e nderit pranë monumentit të Gjergj Kastrioti Skënderbeut, shkruan Elisa Spiropali. Bota. Administrata amerikane ofron emigrantëve pa dokumente $3.000 për t'u larguar vullnetarisht nga Shtetet e Bashkuara përpara fundit të vitit. Kushdo që dëshiron të përfitojë nga kjo mundësi mund të regjistrohet në një aplikacion të Departamentit të Sigurisë Kombëtare dhe të japë informacionin e tij për të përfituar udhëtimin falas. Përfituesja janë emigrantët pa dokumente që zgjedhin të vetë deportohen. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka rikthyer në vëmendje interesin amerikan për Groenlandën, duke cilësuar ishullin si një element kyç për sigurinë strategjike të vendit dhe jo si një burim ekonomik. Presidenti Trump theksoi se prania në Groenland lidhet drejt për drejt me kontrollin e hapësirave detare dhe aktivitetin në rritje të Rusisë dhe Kinës në Arktik. Ne kemi nevojë për Groenlandën për sigurinë kombëtare, jo për mineralet. Deklaratat e presidentit vijnë pas vendimit për të emëruar guvernatorin e Louisianës Jeff Landry si përfaqësues të posaçëm për Groenlandën. Për këtë vendim reagoi dhe Kopenhageni, duke thirrur ambasadorin amerikan për sqarime. Ministri i jashtëm danez Lars Løkke Rasmussen e quajti emërimin të papritur, ndërsa deklarata publike të Landrit si të papërshtatshme dhe jashtë normave diplomatike. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.